Unë jam shumë familjare dhe kam qef të respektoj traditat shqiptare, se i kemi vizitat në përmeqe familjarë, në veçanti kur kemi festa. Dhe këtë bëjmë së shumë të gjatë muajit të Ramazanit. Nëse, për herë të parë, këtë vetëm ka ndodhur për shkak të angazhimeve të mia që mos të kemi mysafir të ftuar në shtëpi gjatë Ramazanit, por t'i ftoj me një restorant jashtë që t'i bëj të gjithë bashkë atë natë, se kisha të pamundur çdo natë ta kem dikë në shtëpi. Për ndryshe, çdo Ramazan unë kam shumë mysafir në shtëpi, po e vendosim tash edhe qumshtin, e vendosa kosin, edhe përgadis me shumë dashni për ta. Po për shkak të punës time, që unë kryesisht punoj në orët e pasditës, prej orës 16 e filloj punën deri në rreth orës 24, e kisha të pamundur, iftari ishte pikrisht në kohën kur unë duhej të isha në punë, dhe bëm një kompromis me bashkëshortin që ne po t'iftojmë, por jo në shtëpi. Po iftojmë dikun jashtë, krejt familjarët, edhe po kalojmë një iftar me ta. Në festën e Bajramit, burimi bashkëshorti me ka gjithë familjen lap, dhe kryesisht shkojmë atje, sepse ma let e kemi ne të shkojmë atje, se sa të vinë gjithë familjet këtu. Po jam shumë pro takimeve familjare dhe mendoj që gjëja kryesore që ne shqiptarët e kemi pas, fatkesisht po zbehet çdo ditë, është raporti familjar që e kemi rujt, edhe dashnia e respekti që kemi tregu për njëri tjetrin, edhe pse po thash që po zbehet. Kjo ndoshta jo me të drejtë, jo me qefin ton, po për shkak të kjo është hudër, apo? Hudër e plume. Nësë është xhenxhefil, se është edhe paketim. Hudër e plume. A do një unë të rrotulloj pulën, në mënyrë që të është... Unë e thash fillim që me gatu para teje është këgja sfidë. Se zihet që ashtu. Edhe po më duket kokazën për të mjaftë të shumë. Okej. Këto delimanës në ndimuan shumë mirë me... Po, sigurisht. Qka përgadit për Bajram? Se nga ti kena Bajramin, ujnë ardhë shumë. Qka bënë? Cilat e ëmbëlsirat të tua, përveç gjellave këtyne të tjera? Në ëmbëlsira nuk është që jam shumë mirë, sidomos në këto recetat moderne. Prap edhe në ëmbëlsira, unë mbes të ato tradicionalet. Baklava nuk di me bo, po di me bo tatli, di me bo në i kek, diçka ma të thjesht. Ndoshta koha që e kam shumë të kufizume, nuk më lënë shumë me eksperimentu tek pjesa e ëmbëlsirave, dhe unë ka 5 vjetë që jam me një regjim ushqimor, jam kumbur skip ëmbëlsirave, edhe kjo ma ka zbje dhe dashnim për to. Prandaj nuk është që i gatuj shpesh, po pjesën tjetër të gatimeve tradicionale, të recetave tradicionale, qoftë të ëmbëlsirave, e bëj bukur shpesh